Spektakli më i madh rinor Rion Show vjen këtë vit në edicionin e tij të 16. Për disa net me radhë do të jenë në konkurim të rinë nga gjimnazet e qytetit, ku do të shpalosin talentin e tyre në disiplina të ndryshme të artit, si në muzikë, kërcim, balet, aktrim, si dhe në modë. Ndërkohë në teatrin Andon Zako Çajupi po vijojnë provat për këtë spektakël, që do të sjellë argëtim, por dhe do të shpalosen talentet e reja të qytetit. Për mua është emocion i bukur, interesant, se është e parë që angazhohem në, si thua, si një drejtues i disa shkollave, i Themistokliut dhe i Kolegjit Preka. Gjithsej janë 6 shkolla ato që do të garojnë këtë vit në kompeticionin që fillon në datën 21 prill dhe mbyllet në datën 26 me finale në 3 ditë tashmë tek Pallati i Sportit. E mira dhe gjë interesante e kësaj është që të gjitha shkollat kanë konceptin e vetë të shfaqjes, gjithë nxënësit janë të angazhuar në të gjitha disiplinat. Aktrim, kërcim, këngë, sfilat, jo vetëm unë, por shumë aktorë që sot janë aktorë profesionistë të teatrit të Korçës, edhe të angazhuar në teatrët dhe televizionet e Tiranës, kanë dalë në fakt nga Rion Show. Është, si të thuash, hapi i parë që bëjnë të gjithë artistët e rinj. Nën kujdesin e koreografit Bardi Pojani dhe organizatores, drejtoren e qendrës kulturore Vagjush Mio Blerta Belliu, të rinjt po përgatiten për të sjellë performanca nga më të bukurat.